Të kthejnë gështenjat tek pronarët e dikurshëm, shprehet kryeplaku i fshatit Gështenjas në Pogradec. Vetëm ashtu do të mirëmbahen ato dhe do të rritet sasia e prodhimit të tyre. Gështenjat mbeten një frut vjeshtor shumë i kërkuar, jo vetëm në tregun vendas, por edhe atë tuaj. Ulja e sasisë së prodhimit të tyre bën që në treg të rritet çmimi. Gështenjat e Gështenjasit janë me emër nga do dhe s'mund të konkurohen nga askush në vizon ai. Si vjetë është të çmimi për arsye se nuk ka prodhim. Kjo ndodh nga moti, nga mos pastrimi, se Gështenja duhet pastruar, duhet rregulluar, duhet të mbati, të ketë një distancë nga tjetra, të priten shkurët, priten ato të këqija që janë. Prandaj ne kërkojmë një leje nga zonat e mbrojtura, ose të kthehen sikush fis të tijat, sepse ato gështenj janë me tapi të vjetra, janë blerë me flori, dhe këto janë ekonomi e fshatit. Po sot nuk ka rini, ka nikur rinia, pak njerëz ka që mbledhen, ata që kanë kohë, që mbetën me tonë, mbledhen, edhe sikush vetëm mbledh. Nuk ka do një të ndarë, për shkak që mos ecë këtu apo ecë atje. Prandaj ne unë i bëj thirrje instancave shtetit, që nga ministria, kryeministrit, deputetit zonës, kryetarit bashkisë, të na ndihmojnë sa munden që këto të ndahen sipas fiseve. Dhe po më dhanë mua të drejtë ose dhe instancave, unë jam krah që t'i ndaj sipas fiseve. Ata shenjat i din, kufijt i din. Po, është prodhimi i mirë që ka vendi. Dhe është mi i shishmi, mi i rregullti, mi i pastri dhe ka kërkesa shumë të mëdha. Nga vendi nga jashtë, nga Greqi, shkon kudo. E në vend ajo mban vendin një, dhe vendi e kërkon shumë Allah Gështenja. Dhe vendi tonë ata e kërkon, vetëm vendi i Gështenjës. Prandaj ka marrë emrin fshati Gështenjës për Gështenjët, se kanë një cilësi shumë të mirë. Ka treg, por ka 2 vite nuk ka prodhim. Abuzohet me emrin Zërvaskës, sepse mund të shiten të Stropskës, të fshatat tjera në emër të Gështenjës të Zërvaskës.